zotëri, mirë se keni ardhur në Universitetin Isa Bullitini Mitrovic për të marrë pjesë në promovimin e romanit Ura mbi Iber të autorit Fehmi Pireva, që është organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Komunën Mitrovicës. Faleminderit secilit për jush që ka gjetur kohë për të qenë i pranishëm sot në këtë promovim dhe gjithsesi faleminderit autorit romanit që ka zgjedhur Universitetin Isa Bullitini për të na bashkuar sot këtu. Faleminderit shumë. Ura e Ibrit ka qenë një vend që ka intriguar krijuesit popullor dikur, siç ka qenë rasti me Beshir Vinarcin, por ajo po vazhdon të intrigojë krijuesit edhe sot, siç është rasti me shkrimtarin Fehmi Pireva. Në pamje të parë nuk ka asgjë më shumë se sa një urë, por me vetë bërë shumë histori, shumë mite, shumë rrëfime dhe gjithçka përreth saj ka qenë dhe vazhdon të jetë e ndërlidhur me rrethonat politike të një qyteti. Se e tillë kjo urë është ndruar në një pikë që tërheq vëmendje, aty gjen vizitor, turist, politikan, kurrështar, por edhe artist, secili e përjeton nga këndi vet. Janë shkruar shumë artikuj në gazeta vendore ndërkombëtare, janë bërë piktura, janë shkruar poezi, ndërsa Fehmi Pireva e ka sjell edhe një roman. Ura e Ibrit, sikur po shndrohet në një mit urban, në një mit të kohës moderne. Për të folur për romanin Ura mbi Iber, për shijen estetike që sjell, janë të ftuar profesorët e nderuar Fazlia Irizi e Miftar Kurti, dy krijues, shkrimtar, poet, kritik dhe dy personalitete të shquara të qytetit tonë. Faleminderit të nderuar profesor. Fillimisht ftojmë ta marrë fjalën profesorin Fazlia Irizi. Urdhroni profesorin nderuar. Përshëndetje për të gjithë. Jam i nderuar kështu që t'i them pak fjalë për romanin Ura mbi Iber të Fehmi Pirevës. Padyshim një autor serioz, i përkushtuar kështu qoftë në fushën e letërsisë, po edhe në fushat e tjera, kultivon poezinë, prozën, drejtash sa jam i njoftuar, ka botuar disa vëllime me poezi për fëmijë, edhe për të rritur, madje edhe 5-6 romane për të rritur kështu. Vjetë dëgjova se është botuar romani Ura mbi Iber. Kisha bërë një përpjekje të vogël para 5-6 vjetësh ta përcjell prozën e autorëve Mitrovicas, kryesisht romancier në këtë hapësirë, duke filluar nga Hivzi Sulejmani, Jakub Ceraja, Isa Prekadini, që është pak i njohur në mjedisin ton, edhe më gjerë, ka jetuar në Gjermani dhe ka botuar 2 romane, që tema e tyre është e lidhur me Mitrovicën, ashtu si që janë edhe disa romanet autorëve të tjerë, si Emin Kabashi, Mehmet Kajtazi, pastaj Merita, nëse nuk gaboj kështu, ishte botuar në gjuhën gjermane, Musliu. Pastaj një roman i Ahmet Jasharit, Bekim Shalës, e autorëve të tjerë. Me qenë se edhe ky roman më pëftoj, si të thuash, ta lexoj edhe ta shijoj, si të thuash, vlerën, punën artistike të autorit, e mora, e lexova dhe më lani përshtypje të mirë. Atë e kam ja përcolla autorit edhe kështu them e kam ndarë, po ka qenë një vështrim ndoshta pak i përshpejtuar me mjaft faqe. Unë do të përpiqem kështu ta lexoj.
Romani Ura mbi Ibër është një kronike e historisë së qytetit Mitrovicës. Ura bashkon kohën dhe vendin, ndërsa polifonia në shfaqet në nivel të emocional, kohor dhe strukturor. Titulli është qelësi i përmbajtjes së romanit dhe sikur na përkujton disa legjenda shqiptare dhe ato të popujve të tjerë të Ballkanit për ngritjen e urave, pastaj atë rrëfimin fetar të urës së Siratit, e cila na paraqitet më hollë se qimja e flokut dhe më mpres se tehu i shpatës, e ngritur mbi zjarrin e ferrit, ku askush nuk mund të hyjë në parajs pa kaluar atë, si dhe vepra tjera letrare të autorëve të ndryshëm që i përmenda më përpara, e që mund përmenden edhe autorë të tjere, vepra të tjera që lidhen me urën, si ura e fshejtit e Jusuf Buqovit, ose ura mbi Drin e Ivan Riqit, apo ura mbi Ibër e një autori që nuk e di përkatësinë e tij fetare as nacionale, po quhet Nikola. E kam lexuar para do kohësh, është një antiroman, si thuash, e këtë të fundit thjesht të Femi Pireves më ka lënë përshtypje më shumë. Përbërësit kryesor të përmbajtjes së këtij romani janë tematika, problematika dhe vlerësimi ideo-emocional i jetës së pasqyruar në të, si anë konkrete e historisë. Romani është i ndarë në 16 kapituj, ku në secilin trajtohen tema aktuale politike, po dihet edhe të aktualitetit politik sot e edhe më herët, pastaj probleme shoqërore që mishrohen artistikisht në subjektin, po edhe në personazhet e tij. Kështu lexuesi mëson për qytetin e Mitrovicës, në për të cilin kalojnë 4 lumenj, për etimologjinë e emrit të qytetit, marrë nga Perëndesha dhe Metra, nëna e tokës, apo, e më vonë me emrin e Shën Dimitrit, për kalanës veçanit, ose kalaja e bardhë, një vend e quhen autori kalaja Kobzez, kështu. Pra, një realitet historik i ndërtuar mbi një fis i lirë, për pasurinë natyrore, sidomos xehet e shfrytzuara nga pararësit tanë i lirët, për rënien e Bizantit edhe për periudhën gjatë pushtimit osman, pa mundësinë e shqiptarëve për të shpëtuar etninë arbërore, pas imponimit të fesë së re, e cila ka ndikuar në humbjen dhe edhe të identitetit shqiptar, evropian kuptohet, për ngritjen e një ure druri e cila zëvendëson vigun e këtë një tjetër prej guri më vonë në për cilën ka kaluar Pjetër Bogdani, për Lek Dishajn si personazh interesant dhe shumë i, si thuash, pasqyruar në mënyrën më të mirë të mundshme, si thuash, me pak penelata, po shumë bindshëm. Lek Dishaj, i cili ruan besimin e krishterë dhe është flijuar për mbrojtjen e vlerave kulturore, shpirtërore, pastaj për grepacimin me fqinjin verior, urrëtitjen patologjike të serbëve të ardhacak ndaj shqiptarëve të vendës, pastaj tema për tregtinë me Sanxhakun e Pazarit të Ri, për rivalitetin e luftrat midis ushtrisë turke dhe austro-hungareze, për tokat shqiptare dihet, për pushtuesit austriak,
pushtuesin austriak I cili paraqitet pak më liberal, si thuash, më I qytetëruar sepse respekton dhe vlerëson kombin shqiptar, duke hapur shkolla shqipe për luftrat ballkanike, intrigat, pabesit dhe rënën e madhe serbe se Kosova është ani embrioni I popullit I botës serbe. Kështu e quajnë edhe tokë shenjtë serbe, se shqiptarët ose shqiftari I keq, ose shqiftarët e kësi kanë ardhur nga Shqipëria dhe atje duhet të kthehen sipas logjikës tyre, tjere. Pastaj për ardhjen e bosnjakëve në Sanxhakut atje në Mitrovicë, për organizimin e luftës e kryengritjeve në krye me Isa Boletinin, kundër pushtuesit pashallarëve turq, po edhe kralëve serb, për masakrat dhe gjenocidin që përjetuan shqiptarët nga turqit e serbet, që për të asimiluar praktikonin edhe ndrimin me dhunë të fesë, për ëndrrën e keqe të trisht të Beshir Vinarsit, për urrejtjen serbe, e cila kishte diku një ngjizje si ide, koncept, e vazhdonte të shfaqen në trajtat e veta më njerëzore ndaj shqiptarëve. Këta dy popull nuk I ndante as ljumi, as peshqit, por hasmëria shekullore, sepse secili pretendon të jenë ose të paraqiten të parët në këtë hapësirë, më të vjetër pra në këtë vend, pastaj flet për konventën turko-jugoslave 1938 e shpërnguljen masive të shqiptarëve në Turqi, që ishte gjithherë strategjia e Serbisë për zhdukjen e dëbimin e shqiptarëve, kolonizimin e Kosovës, për luftën e përbashkët gjatë luftës dytë botërore, për situatën gjithashtu të rëndë dhe të paqartë gjatë periudhës pas luftës dytë botërore, në sundimin e Jugosllavisë komuniste, përkatësisht Serbisë fashiste, në kohën kur proklamohej barazia, bashkim vllazërimi dhe liria, ndërsa ushtrohej dhunë e terrori papar, sidomos me aksionin për mbledhjen e armëve, për angazhimin e përbashkët të shqiptarëve edhe serbe e të tjerëve në minierën e Trepqës, për dashurinë tragjike dy trinjve idealist, shqiptarit Hysni, I cili detyrohet të shpërngullet në Turqi si turk, dhe serbes Jelena, e cila bën vetvrasje te këmbët e urës, Tibrit, për krimet serbe me urdhëresë të ministrit punëve të brendshme Aleksandar Ranković, për ndrrimin e emrit qytetit I cili u pagëzua me emrin e Titos, për varfërinë e cila si epidemi e vjetër I detyronte të rinjtë t'ia mësyjnë perëndimit, për përfundimin e luftës në Kosovë, kthimin e 1 milion shqiptarëve të dëbuar nga vatrat e tyre stërgjyshore, për vendosjen e forcave speciale franceze në veri të Kosovës, pra, që erdhi këtu me forcat e NATO-s në qershor 1999, për rolin e komandantit të forcave franceze Jacques Hogar, I cili sipas rrëfimeve e amanetit të gjyshit e tij, po shkelte në tokën serbe për planin e tij Ogurzi, për atë se si mjaftuan vetëm 15 ditë, as paqe as liri, për ta vënë sinorin, domethënë kufirin, me tela gjëmbore në urën e Ibrit, I cili vazhdon të rrezikojë lirinë dhe paqen edhe në vitet e mëvonshme, domethënë edhe sot.
Unë pa ta vënë një titull pak më ndryshe në fillim, po sikur e pëlqeva një mendim të këtij Besnik Mustafait, pa të botuar në kohën e fundit disa romane dhe i ka promovuar kështu në Prishtinë në romanin e tij Ura si vend i punëve të djallit. Edhe kjo ura jonë vërtet sikur është vend i urrëties i punëve të këqija të liga që vazhdojnë edhe sot e gjithë ditën kështu. Ura në romanin e Fehmi Pirevës është simbol dhe augur i zi për ardhmërinë. Autori i ka dhënë shpirtin, kuptimin ngjyrim të ri figurativ, simbolikës e metaforës e saj. Këtë metaforë e simbol, alegori, autori e paraqet si intrig, si mashtrim dhe si mundësi të armikut për të futur në identitetin e një populli tjetër, pra të shqiptarëve. Ndërtimi i saj rrezaton komunikim, bashkëpunim, mirëkuptim, afërie përparim, por edhe fatkeqësi sepse mundson invazionin e frikës, e shembjes, të rënimit të ëndrave. Armiku gjithherë nga ura, armiku gjithherë ngre ura jo për të krijuar lidhje të shëndosha ndërqytetëruese e bashkëpunimi, por për të përfituar territore, për ta shndruar e shtrirë në vete tjetrin, domethënë ta përvetësoj, ta asimiloj e kështu. Fehmi Pireva është treguar një mjeshtër i mirë i depërtimit në jetën e botën shpirtërore, në mentalitetin e shqiptarëve dhe serbëve, në jetën shoqërore të tyre. Në roman nuk ka një personazh kryesor, për arsyen se, siç e pam, përcjell ngjarje edhe jetën e popullatës këtij mjedisi prej periudhës ilire e deri në agim të shekullit 21. Edhe dihet personazhet ka raste që mund të përcjellin vetëm 2-3, në paraqiten vetëm me 2-3 ngjarje kështu, po edhe me ato thjesht autori arrin ta zbërthej botën shpirtërore dhe psikologjike të tyre. Prania e kombëtarës në karakterin e Lek Dishajt është e dukshme dhe e qartë. Ai nuk pranon të jetë tjetër pos vetvetja me identitet arbëror. Shqetësimi për tallmen e vendit i ngrit nivelin e zemërimit dhe të rebelimit të tij. Prandaj vendos të kundërshtoj pushtetin osman, i vetëdijshëm se po i nënshtrohet alternatives jetë ose vdekje. Autori përdor një poetik të hapur, duke prekur përbërësit e formës, subjektin, kompozicionin, rrëfimin dhe ligjërimin e gjuhës artistike. Subjektin dhe kompozicionin e romanit nuk e përcakton vetëm rrjedhja e ngjarjeve, por edhe disa elemente të tjera si retrospektiva, domethënë kthim prapa, asociacioni, kundërvënia, antiteza, dialogu ose edhe monologu i brendshëm, her pas herë sidomos i Beshir Vinarcit, e ndonjë tjetri kështu, personazh. Këto dialogje janë funksionale dhe lot rol edhe në teksti, sidomos në rastet të caktuara kështu. Ndoshta e vonova pak. Shmangja e fjalëve të huaja. Autori dihet është i prirë të përdor një gjuhë të pasur, të pastër, me herëherë shprehje figurative,
fjalë të urta ose proverbiale me frazeologjizma të ndryshëm e tjerë. Dhe këtu, për shembull, një krahasim që i kam shënuar disa, krahasim i bukur, si një fëmijë që ushqehet me qumshtin e bardhë të nënës. Pastaj i bringjante si një akullnaj skandinave. Një tjetër, hëna ngjante si fytyra e saj e zverdhur. Pastaj epitete, metafora si mosmarrveshje stinësh, mosmarrveshje njerëzish e kështu. Pastaj alegoria, simboli konvencional, opozicioni leksikor, shprehjet antonimike ose kundërvënëse, antiteza, si kënga dhe krimi. Rralli gjenë kështu në veprat e autorëve tanë, madje edhe ata që janë, si thuash, më të dëshmuar dhe me përvojë më të madhe si Ismail Kadare, për shembull, ose Bardullondo, ose Zia Qela, ose Besnik Mustafaj që përmenda pak më përpara, ose Mehmet Kraja, ose Zenullah Rahmani, e disa që janë më të vërtetë si mjeshtër të mirë të fjalës. Përdorimi i fjalëve ekzistuese me nuanca të reja kuptimore dhe emocionale. Këto janë bërë me sukses nga ana e autorit. Në fund, sa i përket stilit, mund të them se Fehmi Pireva ka rritur të shmangët për shkrimeve të jashtme dhe ritregimit të thatë të ngjarjeve, duke dëpërtuar me mjeshtri në thelbin dramatik të ngjarjeve dhe në botën shpirtërore psikologjike të personazheve. Këtë ka rritur ta bëjë përmes detajit psikologjik dhe imësive jetësore. Përmes stilit tipik narrativ, ngjeshur, herëherë ligjerimit të drejtë, monologut funksional dhe dialogut me nën tekste e në shtresa mendimi, ai ka rritur të ofrojë skena, detaje, situata, duke pasqyruar gjendje emocionale kështu. Na ka rënë të lexojmë romane, për shembull, të klasikëve të mëdhenj botëror, edhe po zëm autorët si është për shembull Tolstoi ose Sholohovi, që kanë bërë veprat me qindra e mira faqe, dhe numri i personazheve është, si thuash, më i vogël se sa në këtë roman të Fehmiut, që është fizikisht në atë kuptimin në krahasim me to fizikisht më i vogël, po autori arrin me sukses thjesht të dëpërtojë në botën shpirtërore, dhe për të bërë këtë duhet ta njohësh më së pari veten tënde, ta njohësh popullin tënd, ta njohësh historinë, dhe më bëri përshtypje se autori vërtet e njeh mirë historinë e mjedisit tonë, Mitrovicës, që nga periudha e hershme e deri në kohët më të vona. Ju falenderit për durimin e... Atëherë faleminderit shumë profesor i nderuar për vështrimin tuaj. Tani është ralla për një fragment romanit që do ta lexoj Ruzofa Ajrizi. Urdhroni Ruzofa. Vjesht e vitit 2023. Aty këtu shkel mbi ndonjë gjeth të rrallë dhe kryeneq
para se të mbërri të ura e Ibrit. Era e ftohtë e jugut do të sillte shot apo flus skabore. Mosmarrveshje stinësh që ngjanë si në mosmarrveshjet e njerëzve. Sa kaq, po atë gjithë, vjen një erë nga veriu dhe ma kthen mu të këpucët e mia. Ku majat e tyre prekin baltën e strukur në qoshet e trotuarit. Aty ku pastruesit ndoshta mund të mos kenë qenë të kujdesshëm gjatë përdorimit të fshesës. Si të qoftë, si një gurbeqi i mallëngjyer, që nuk e ka parë me 10 vjet vendin e tij, më pëlqen kjo përmbajtje. Dikur këto grimca pluri, kush e di si janë sajuar nga përplasit e erërave veriug. Shiu i shpesht vjeshtor do t'i lagte dhe qulte si me inat që pas pushimit të reshjeve, ato të bashkoheshin në copëza dheu e balte. Kujtova sërish Demetrën, e cila e zënë në luftë me përëndit e tjera grabiqare, është ngjitur lartë mbi kalan e Zveçanit. Ndoshta ta kem përëndisht në Olimp. Kush do ta përkrah Demetrën? A do të mbetet e vetmuar, a ka rrezik ta përzën dhe me lot në sy të zbres të këmbët e urës, dhe në vesh t'i përshpërit lumit ivër. Dëgjoj lumë, përëndit duan të ndajnë. Unë nuk u dorëzova për më përzun nga Olimpi. Nuk dita çfarë të bëj, prandaj erdha ta çaj hallin me ty. Fol lumë një fjalë, dhe pasi u hamen gjatë, lumi foli. Dëgjoj Demetra, mos u dorëzo. Unë do të rrjedh si që kam rrjedhur gjithnjë në shtratin tim. Unë nuk pranoj ndarje, sepse nga hidhërimi kthehem përmbytjet. Unë jam një. Shko tani dhe tregoju përëndive çfarë thash, Demetra. Po lumë, nëse përëndit nuk më dëgjojnë, i u drejtua Demetra. Nuk kam asgjë për të thënë më shumë. Përëndit e kuptojnë gjuhën time të vjetër. Ky është vendi im. Si ma plas. Faleminderit. Faleminderit Rëzafa. Tani për një ushtrim për romanin ftojmë profesorin e nderuar Miftar Kurti. Urdhëroni profesor. Të nderuar krijues, studios, profesor, student, të nderuar të pranishëm. Gati 2 javë më parë, më saktësisht me 5 maj 2025, po ta rasin ta një dhe ta takoj shkrimtarin Fehmi Pereva, duke falenderuar profesorin tim të nderuar shkollës mesme Fazlia Irizin. Me romancierin Pereva u takuam shkurt para objekt të Institutit të Historisë në Prishtinë. Dhe na takim të shkurtër autori madhuroi romanin e tij Ura mbi Ibër. Titulli i romanit dhe ura në ballinën e tij ma tërheqën vëmendjen, ma zgjuan kurreshjen dhe dëshirën për ta lexuar romanin një orë më parë. Jo vetëm për temën shumë aktuale, por për të mësuar për qasjen autorit në të temës. Këtë roman, jo shumë voluminoz, pra 167 faqesh, që përbëhet nga 16 kapituj, e lexova si thuhet me një frymë. Motivi kryesor, lejtmotivi, tema kryesore e këtij romani është Mitrovica, është ura mbi Ibër. Janë ngjarjet e shtrira në kohë që lidhen me qytetin, me urën, me lumin, me kalan, me kohë e rrethonat ndryshme historike, politike, sociale, por jo vetëm. Edhe pse te ky roman është trajtuar një temë thojza e vogël, lokale,
por aktuale, me rrjedhjen e ngjarjeve në roman, ajo shkon duke u zgjeruar dhe duke marrë dimensione e konotacione të reja. Romanin e përbën struktura e brendshme me përbërësit kryesor, fabula, ngjarjet, personazhet, dialogu, rrëfimi, përshkrimi e tjerë. Dhe struktura e jashtme që është ona formale, ona kompozicionale e veprës. Romani fillon me Beshir Vinarcin, me një ëndër që ai ka parë, e cila jo vetëm që ja prish gjumin, por dhe i hap dilema në përpjekjet e tij për ta deshifruar kuptimin dhe misterin e saj. Ngjarjet pastaj zhvillohen me dinamikën e përcaktuar nga narratori, autor, i cili rrëfen, përshkruan, definon, përcjell dhe evidenton ngjarje, situata dhe ambiente të ndryshme. Veçohen disa ngjarje që lidhen jo vetëm me historinë, politikën e Mitrovicën, por edhe me të kaluar dhe të tashmen e saj që shtrihet deri në lashtësi. Histori, rrëfime popullore, legjenda dhe mite. Romani përfundon në vitin 2023 me kapitullin e 16 që mund të konsiderohet si epilogu i veprës. Një element i pranishëm në strukturën e romanit, në funksion të rrëfim dhe të diskursit, është prania e intertekstit. Këtu ka mendime, thënie, vargje popullore dhe autoriale, më pak ose më shumë të njohura si ditë e re në fakë e re, e keqja e domosdoshme, fjala jote në vesh të Zotit, rrallë e përmall, sheh rushin e piqet, trep që punon Beogradin ndërton, kur mos u kthefshi e të tjerë. Këto thënie popullore, urime, mallkime, madje dhe parulla paraqesin gjendje, situata, opinione, revolt, mentalitete e kuptime të saktuara. Në roman kemi dhe një numër të konsiderueshëm personazhesh. Personazhet janë shqiptar, serb, bosnjak, francez e turq. Kanë histori e gjuhë të ndryshme, fate të ndryshme, karaktere e bindje të ndryshme, histori, kulturë, tradita e besime religjioze të ndryshme. Ajo që personazhet i bashkon në roman është Mitrovica, është ura, Jalumend. Personazhet ballafaqohen me sfida, ngjarje histori të ndryshme, pavarësisht nga vinë dhe nga shkojnë. Personazhet kryesore jetojnë e veprojnë, urrejnë apo dashurojnë në qytetin e Mitrovicës, në veri e në jug, Buzlumi Tibër, por në disa zona rurale, në këtë rast në shalën e Bajgorës. Pra ngjarjet dhe veprimet zhvillohen kryesisht në Mitrovicën, në rrëthin, në Trepç, në shalën e Bajgorës. Qoftë për karakterin, qëndrimin dhe veprimet e tyre, personazhet më karakteristik për mua janë Lek Dishaj, Jusuf Beu, Vera Dishaj, Demir Boletini, Hysni Bajra, Jelena, Sami Kryemadhe e tjerë. Dërsa personalitetet historike si Isa Boletini, Konsulleros Shqerbin, Tito, Aleksandr Ranković e tjerë, me autoritetin e tyre ndikojnë të disa personazhe, ndikojnë në atmosferën e romanit, shtojnë dinamikën e rrjedhjes së ngjarjeve dhe zgjerojnë horizontin e temës. Ata përfaqësojnë kohë, ngjarje dhe histori që lidhen me urën e Mitrovicës, me historinë e Kosovës, me qytete, shtete dhe perandori. Janë karaktere të ndryshme, përfaqësojnë interesa të ndryshme, janë me tradita e kultura të ndryshme. Disa personazhe janë më të dashur për disa lexues e disa më të urryer. Kjo varet edhe nga bindja, përkatësia fetare dhe kombëtare e lexuesit, varet nga shija, kërkesa dhe interesi i lexuesit se kë pëlqen dhe kë e do më shumë, çfarë kërkon dhe pse. Ky është një aspekt tjetër që autori ka trajtuar në roman. Dialogu është element tjetër përbërës i strukturës në këtë roman. Dialogu mes personazheve në disa raste dinamizon, i jep dimension më të gjerë temës e ngjarjeve, shpërfaq opinionet, pikpamjet, mendimet, qëndrimet, bindjet dhe karakteret e ndryshme, pavarësisht ose varësisht nga përkatësia kombëtare fetare dhe pavarësisht qëndrimeve të tyre për luftën, jetën, lirinë, dashurinë, por edhe për ideale dhe koncepte të ndryshme. Romani
Lumi mbi Ibër, i autorit Fehmi Pereva, është i lexueshëm dhe i kuptueshëm edhe për lexuesit e zakonshëm, edhe për lexuesin profesionist ose model, siç e quan Umberto Eco. Mirë po, në këtë fazë është vështirë të thuhet se nga cila shtresë e lexuesve do të pëlqejë më shumë ky roman. Cilët lexues do ta vlerësojnë më shumë dhe për çka do ta vlerësojnë. Kjo është një çështje më vete, shumë delikate, vështire parashikueshme në këtë kohë, në këtë fazë dhe në këtë moment. Sepse kërkesat dhe interesat e lexuesit janë të ndryshme. Të ndryshme janë edhe shtigjet e tekstit dhe për të cilat kalon lexuesi, sepse lexuesi kërkon ato që e intereson, që e beson, që e motivon, që e nxit, që e mbush, që jep kënaqësi. Si lexues, romanin e kam lexuar, siç thash në fillim, me një frymë. E kam lexuar për motivet, për temat, për çështjen dhe për kurrëshin që më zgjoi që në fillim. Me këtë roman, autori më ka kthyer në kohë të vështira historike dhe mitologjike, po në të përtashmën tonë. Autorin e përgëzojmë dhe i urojmë shëndet dhe suksese të tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor i nderuar, për kritikën, për analizën që solli për romanin. Tani ashtu siç e don rendi, ftojmë autorin e romanit, zotin Pereva, që ta merr një fjalë përshëndetje. Urdhëroni i nderuar. Të nderuar, me qenë se krijues kam betur pak a shumë të lidhur me letrën edhe në këtë kohë, kam hedhur disa ide pak a shumë në vjet trasha, po jo të flas për veprën time sepse nuk cilësohet, nuk vlerësohet as nga kritika letrare si një qendrim që autor duhet ta vlerësojnë veprën e tij, po janë studios, lexues ata që duhet të thonë pak më shumë. Unë ju përshëndes përzemërsisht, më lejoni pak të bëj një kapërcim, ta përshëndes profesorin tim, zotin Enver Hasani, që kemi da në disa periudha të vështira të viteve 90 si student i tij, profesorin Xhevat Halilin nga Tetova, po ashtu që kam qenë zonës në shkollën e mesme në degën e gazetarisë, dhe përshëndes të gjithë veprimtarët pjesëmarrësit tjerë. Ekziston me të drejtë një mendim për cilën më shumë thuhet se sa shkruhet, se shkrimtarit të që thash paraprakisht nuk i takon të jap vlerësime për veprën e tij. Ndonë se vepra realisht prezantohet për të kuptuar drejt mesazhin si shoqëria dhe institucionet. Këtë traditë shkrimtarë dhe poetë shqiptarë kanë qenë të detyruar për ta thyrë në ato momente, periudha kur politika nuk e ka bërë si duhet punën e vetë, ose nuk ka mundur ta bëjë, pasi kanë ekzistuar faktorë të tjerë që e kanë penguar veprimin, ose nuk ka pasur shumë qartësi të mjaftueshme në procesin e ndryshimit gjërave të ndërlidhur me shumë faktorë kompleks. Mjafton të kthehemi në periudhën e rilindësve, shumë nga ata poetë të frymës adhetar, shumë herë kanë bërë kapërcime nga fryma letrare, nga fahu i tyre, që të merren edhe me çështje të natyrës politike, për arsye se rrethonat kanë qenë të tilla që kanë marrë edhe rol që shumë herë nuk ka qenë roli i tyre si poet dhe krijues. Mitrovicën e kam vizituar për herë të parë në moshën 7, mes mosës 7 dhe 10 vjeçare. Kur i mat në vitet 70-ta në një mëngjes të freskët vjeshte, me një qerrje të dronjt ngarkuar me pemë dhe perime, me kishte mbështjellur me një batanie ngjyrë të kuqramt për ta shoqëruar në tregë. Për atë sa e lejon të kapaciteti dijes,
u përpost me jepte disa shpjegime për qytetin. E ka një lumë të madhë, se që është lumë i labë, i cili kalon qindra metra para shtëpisë sime. E ka edhe një minjerë, për cilin flitet ka shumë metale dhe ari. Se që është ari, e pata me letë ta kuptoj, pasi i me nënë mbante pak stëli në qafë dhe një unaz nga fejesa. Atë botë mendoja se të gjitha këto stëli prodhoshin në minjerën Trepsa. Tutje babajem më rëfënte se qyteti e ka dhe një urë, e cila e lirë shqiptarë dhe sërbë, por e keqja e saj është se tundet. Më shumë se sa vigu i drurit të ne. Ishte një metaforë apo rrotulla odash, diçka e pakapshme për mua si fëmijë. Ndonë se shkrimtarët vazhdojnë të ndërtojnë ura, e aty ku nuk ekzistojnë fare, simbolika letrare, arti qëndrojnë më lartë dhe në koherencë më lartë se sa politika. Shkrimtari në parim është i ndërtuar të mos urrej. As një qenje njerëzore, pavarësisht etnisë, gjuhës, ngjyrës, racës, kulturës. Si e njëjta qenje, njeri në univers që sipas rrëfimit biblik vjen nga një babë me emrin Adam dhe një nënë me emrin Eva. Në kohën që po shkruaja romanin Ura mbi Ibër, i shoqëruar nga një mik dhe një mikesh që po mduket është prezente këtu në punës të administratës së kuvendit të po kësaj komune, po shkelja ngadalë mbi kurrizin e urës. Ajo që më bëri përshtypje si pamje fillestare a perceptim ishën pëllumbat e mbledhur në mesin e urës, sikur mu aty po e runin ekuilibrin e paqes së breshtë. Jo shumë largë, në drejtim të veriut, vura re disa vetura me mbishkrim italisht ishin ushtarë që bënin ndrojë. Dy realitetet që përkthyer në botën e artit, krejtësisht të ndryshme, po kaleje mes plumbaut pa trembur dhe ushtarëve që mbanin armët për të ruajtur paqen, ndonë shpesh pa liri. Ky është mendim i imi që e kam thonë dikun edhe në roman. Të nderuar, besoj se ka ardhur koha që paqja në veriun e Kosovës të ndërtohet forcohet, jo vetëm të ndërtohet forcohet dhe jo të ruhet vetëm me armë. Mes paqes dhe lirisë, jam munduar ta shoh dallimin e anës së padukshme. A është paqja liri? Apo liria ndërtohet kur brenda saj ka përthithur paqen e mjaftueshme? Mendoj se paqja dhe liria në Mitrovicë dhe veriun e Kosovës duhet të shkrihen në një. Në ditët e aqarta dhjetorit e vitit 2023, gjatë vizitës që i bëra drejtorisë për kulturë, ku u pritëm me bujari nga zonja Valdete i Drizë, në një zyrë prej qelqi, me plot dritë, vura re mozaiku në vizatimeve të nxënësve serb dhe shqiptar në një tabel. Ishim përgjigjur pyetjes: si e shohin Mitrovicën nëpërmes artit, imagjinatës, thrillën dhe padjallërisë? Si në vizatimet të nxënësve serb dhe shqiptar e pash një mrekulli. Një Mitrovicë me elemente të përbashkëta infrastrukturore, ura, shkolla, kafene, dyqane, parqe, fusha sporti, rrugica, sheshe e tjerë. Ky ishte mozaiku i imagjinatës së fëmijëve serb dhe shqiptar i transponuar në disa piktura. Mendova ndoshta mëkati që ndron i fshehur
të këtë rriturit. Ata hanë mollët, të vezhullu në pihan dhëmbët, një thënje paksa e modifikuar popullore. Edhe pse me një përkatësi si një shqiptar, jam munduar të shoh dy anë të medaljes e këtij qyteti. Se këtu mund të jetohet edhe në paqe, edhe në liri. Nëse si shkrimtare, si misionare, kudo po hedhëm ca dromë sa arti mbi jetën, si melmesa për t'i mbyllur plagët, që të mund shërohemi nga urrëtia, e cila shpesh është gjetur duke fjetur marrëzisht në të njëjtën shtrat me dashurinë njerëzore, por herëndeku mes gjallëzisë së politikës dhe cilëtërsisë së artit është i thellë. Në fund krejt, do të dëshiroja që Isa Buletini, pa koburët në brez, të lëvizte lirisht në të dy anët e Ibrit. Knjaz Lazari me gishtin e lodhur tregues dhe ndërsyes drejt jugut t'i kthehet historisë. Konsulli Shqerbin të mbetet një referencë e konsujve dhe atyre diplomatëve tarshëm, që gabimet të mos përsëriten, pasi rrezikojmë t'i përsërisim episodet e luftrave dhe përplasjeve qindërshare. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit shumë, zoti Pireva. Urojmë që romani juaj të rrugtoj suksesshëm në botën e lexuesve. Juve shëndet dhe shumë frymëzim në krijimtarin tuaj. Gjithsesi, faleminderit secilit për ju që ishit pranishëm në këtë promovim sot këtu. Faleminderit për profesorëve që na solën vështrimet e tyre për romanin. Krejt në fund ju ftojmë për një koktejl rasti këtu në hollin e objektit. Faleminderit shumë për të gjithëve.